unë do them disa emra. Costa Grillo, ne kam pasur shumë mik të ndjerin Costa Grillo. Shako Hoxha ka pasur stilin e tij. Vërtet. Shumë stil. Glen Albani, me thënë të drejtën. Glenti mua pëlqen shumë koment. Mbaj mend kur komentonte Europianin. Për hir të vërtetës, tipologjia e komentit Glentit mua më ka pëlqyer gjithmonë. Ka një lloj ritmi të vetin. Absolutisht, dhe shumë i saktë. Glenti jashtëzakonisht i saktë. Yll Aga është pasionant sikur se unë. Sala! Shumë pasionant. Ka qartë koment? Sala! Jo, nuk e qartë. Ylli Aga ka të përjavshme. Ja, dhe Kristale Alban Xhani që ka profilin e tij. Albani kombëtarës. Unë mendoj që nuk mund ta konsideroj shkollë, po mendoj që kemi pasur një tradit mirë në koment. Tani njerëzit kanë tipologjinë e tyre të menduarit. Po patjetër. Pëlqejnë Ervinin, Albanin, etj. Unë përpiqem që edhe kur më shkruajnë pafund në rrjetet sociale kështu, kur do të thënë ndonjëherë vendosin shenja barazie, mos barazie me kolegët, nuk më pëlqen për të vërtetës. Unë jam rritur në vitet 90 pikërisht me këto emra dhe do të doja të identifikoja edhe disa personazhe në radio që kanë qenë shumë interesant. Për shembull Fatmir Fica i Kavajës. Vazhdon akoma me njëri pasion. Shumë interesant. Vazhdon akoma me zakonisht. Mojsi Dalibi ka qenë emblematik në Vlorë. Domethënë Frederik Fico në Gjirokastër. Personazhe shumë interesant. Stadiumi me atmosferën më të frikshme. Në Shqipëri apo? Në Shqipëri duam. Në Shqipëri. Ani më të frikshme për mirë për keq Po Lushem nuk diskutohet fare. Çfarë di për Lushem? E di kush ma ka thënë këtë? Nuk diskutohet fare. E di kush ka thënë këtë? Jo. Ma ka thënë Shako Hoxha. Për Lushnjën, na erdhi në auditor në universitet, i pyeta kush ka tifozëri më të mirë? Lushnja, tham, çu ditë, unë isha për Partizoni, tha do të thot Partizoni, isha ngrefur në Partizoni unë. Lushnja tha, çare. Shiko, unë është fiks Lushnjare. Unë dhe Ervini, unë kam parë për herë të parë një të me një ndeshje, ka qenë Lushnja Kuksi, era parë që unë shikoja futboll nga afër. Play-offi për të futur, herë parë që fut Kuksi në Superliga të vit. Ka qenë 12.000 vetë në stadium. Edhe unë kam thënë kjo këtu është gjë më e bukur në botë. Ky është një stadium pas shkon në Partizani. I mbushur plotë për plot. Është një ambient në Lushnjë vërtet unik. Vërtet. Nëse ka një keqardhje të madhe, edhe për shkak se ran nga kategoria tani, po nëse ka një keqardhje të madhe, me thënë të drejtën, në këtë moment madhe në aspektin sportiv për mua është që isha i pafuqishëm që me gjithë resurset që ishin aty në Lushnjë të ndikoja që Lushnja të po themi të Po se ti ke qenë diçka Po jo, jam në Këshill Bashkiak aty në Lushnjë, me thënë të drejtën, po u tërhoqja shpejt nga ambienti sportiv aty, u tërhoqja. Bëra një pas sepse pash që ishte e pamundur. Duhet 3 vite më parë, domethënë. Më vjen jashtëzakonisht keq. Më vjen jashtëzakonisht keq sepse aty në rast se një investitor do të shkojë për të marrë aksion. Ka gjithë mundësitë. Meqense era fjala ndat një është ankandi i ri aty për Lushnjë. Këshilli Bashkiak ka bërë një manovër tjetër me shpresën se dikush do të afrohet. Më fal, tani që nga 100%. Tani që ekipi bie kategoria ndryshon vlerën treg? Jo, nuk ndryshon fare vlera. Vlera është për llogaritur, është bërë gjithë për llogaritje. Sa e ka pak a shumë? Vlera pas sete, nuk shiten as setet asnjëherë. Jepet me qira. Stadiumi këtë. Stadiumi dhe fushat servitore. 145 milion lekë të vjetra ishte, të vjetra gjithmonë. Tani ka zbritur në 90 ca për një efekt, sepse nga 100% aksioneve tani kemi vendosur si Këshilli Bashkiak të kalojmë në tender 70%, në kanë 70% aksioneve, me shpresën që ai që do të vi të thotë, shiko, unë kam një garanci, 30% të buxhetit ma jep bashkia. Kështu që shpresojmë që kjo të jetë një, po themi një karamele afrimi, po themi, kisha kuptim figurativ për atë që do të dojë të investoj. Po është ambienti më fantastik, sepse fusha ke disa fusha e Plugut është bërë, fusha përpara stadiumit është bërë, janë dhe 2 tjera që janë në proces me federatën që duhet ishin bërë, në fakt nuk janë bërë. Ka pafund tifoz, ka pafund. Është në zemër të Shqipërisë. Stadiumi ka një ambient që mund të rregullohet, bëhet akoma më i mirë. Po ka aty edhe një shkollë afër që unë e kam propozuar, për shkak se është ulur shumë numri i nxënësve, është ngjitur shkolla me stadiumin, kam propozuar që të bëhet ambient multifunksional në shërbim të klubit. Nesër pas nesër. Të ketë aty hotel, të ketë domosdoshmëveshje, pra ai që do të vi ta kërkoj për ta marrë me qira dhe atë. Që është më fantastike se ka kompleks me vetë. Ku është Zamir Mane ku duhet këtë mes? Po pra, pikërisht para. Se ja ku që pasa super klub për ta marrë. Shpresoj shumë që Duka t'ia ketë çuar ndërmend, që ora ke një klub. Kështu si po thoni ju me një klub që për tipologji biznesi është ideali. Po pra, këtë që po thoni ju që ka fikse ideal. Jo më është gati ka dashamirësi edhe nga kryetari i bashkisë, edhe nga gjithë Këshilli Bashkiak më. Bujrum, dikush është serioz, të vi,
paraqesi, ndatë 1 është ankantit, dorëzoj letrat për sa kohë ka edhe një javë kohë, 5 ditë, nuk e di sa është, çfarë rëndësie ka, po mund të jetë edhe në një fazë tjetër, se mund të dështoj pari dhe mund të bëhet i dyti. 95 milion, sa mirë si ka si që. Realisht është një qytet i cili besoj nëse ngjitet do të jetë stadiumi më i mbushur në kampionatin. Se ti ke bërë edhe reportazhe nga afër atje, ke parë gjithë pasionin, dëshirën. Jo, edhe për shefin tim, shkoj. Po pikërisht, po jo ke bërë reportazhe dhe ke parë edhe nga afër emocionin e tyre. Domethënë 2000 njerëz me luftëtarin në kategori, në skuadra po binde nga kategoria më. 2000 njerëz në stadium. E kupton? Çfarë do të thotë? Është e tmerrshme që u ka dhëndis në atë lloj forme dhe më vjen shumë keq që ndodhi. A ke fshar ndonjëherë gjatë komentimit? Ka shkutuar ndonjëherë pa dashje një frazë apo një shprehje dhe nuk e di është kuptuar publiku apo jo? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Jo. Ke qenë afër? Kam pasur momente të sikletshme. Po, për shkak kam pasur një moment jo për sharje, një moment shumë i sikletshëm ka qenë në ndodhi përpara disa kohësh në fakt. Kisha një problem me monitorin, me LED-in e feedit që na vinte nga UEFA. Po. Edhe një herë po, një herë jo vinte pamja. Një herë po, një herë jo dhe kam komentuar me amandje. Jo. Se më duket ka qenë ndeshja e Parisit, mos gaboj. Nuk e di, goditi një nga lojtarët e Parisit, topi shkojnë në shtyll, kishte shkuar në shtyll. Nuk e di se si i thash shpëton për mrekulli porta e skuadrës kundërshtare. Me amendje. Nuk di fare se ndodh. Imagjino kishte hyrë gole. Ka pasur një episod në 2004 mos gaboj, pak përpara se të luanim në ndeshjen e famshme me Greqinë, komentoja Shqipëri-Gjeorgjiun. Shqipëri-Gjeorgji ishte ndeshje kombëtarës U21 vjeçarëve, luajnë në Elbasan. Edhe duhet ishim dy vetëm koment. Dikush nga kolegët komentator kishte harruar që kishte ndeshje për arsye personale. Mos të thuaj që i bone për arsye personale. Qartë. Edhe nuk ka faj. Po të gjithë do kishin harruar. Po që në moment fundit më marrin dhe më thonë që urgjencë se Generali Tirana në koment. Po tash jam në pjesë 2. Jo, tani. Se kështu është halli. Okej. S'kisha asgjë gati. Po jo, nuk kisha emrat e lojtarëve. Nuk kisha formacionet. Ora do luaj për 1 minutë, 2 minutë, nuk zbrisa dot nga lart. Për të zbritur poshtë tek tuneli i Shuruzhdi Bizhudës për të marrë formacionet. Si t'ja bënë? Tot kombëtarët shqiptarë një ja paga shumë çuna, me thënë drejtën. E të kanë filluar me ato Gjeorgjis. Mamardashvili, Koçiashvili. E zhvili, bravo. Çat binde edhe një zhvili. Ja e thamë ato historitë. E thamë dhe një gjatë. Koçiashvili. Të me thënë drejtën nuk isha treguar ndonjëherë, por që kjo është e pek. Kjo është e vërtetë. Po mirë, me improvizimet që ke një çfarë, edhe është jo, nuk po. Të fut me 4 zhvili nga numri panellës. Ç'dreqin është kjo finale Champions League 6. Të lutem shumë, ç'është finale me dritë dielli. Për të shmangur gjithë këto, por në mënyrë të veçantë, edhe për të dhënë mundësi atyre tifozëve që duan të kthehen brenda natës, të udhtojnë në vendet e tyre me avion ose me makina, është zgjedhur që ndeshja të luhet në orën 18. Nuk e di se sa, po themi, atmosferë krijohet në orën 18, se duket pak ka një lloj, po themi, është orar Champions. Nuk është orar Champions. Ka qenë dikur, futboll me diell nuk është. Por e vërteta është që ora 18 edhe mua më duket sikur stonon pak. Nuk është futboll me diell. Ora 18 do duket më e bukur në komentin e Ervinsinës edhe do ndjekin finalen. Si bën qokat. Nuk e di, mua më kënaqi sot me to që na tregoi. Jo, ishte bisedë shumë. Dhe proces është pasionant i madh është. E ka futbollin, nuk e bë futbollin se duhet profesion. Ka pasion. Ata nga Lusja kështu e kanë. E vërteta është që unë isha kaq pasionant edhe për shkak se u gjenda mirë, se shumë e rëndësishme të gjendesh mirë në ambientin ku elaboron një mendim. Kështu që në këtë rast unë ju falenderoj shumë sepse e gjeta veten mirë mes jush edhe ju përgëzoj sepse është një sfidë në çdo rast futja në treg përmes podcasteve, mbasi po themi podcasti është krijuar, është bërë një mod. Vjen tani dhe do duhet ti përshtatesh me risi me mënyrë inovatore podcastit. Kështu që ju jeni futur mirë në këtë lloj tregu që është bërë trend mediatik tani dhe ju përgëzoj shumë dhe uroj shumë suksese. Aq më tepër që keni një impenjim edhe më të madh tani për shkak se vjen botrori shumë intensiv dhe sikurse e thatë edhe në fillim keni surpriza për gjithë shikuesit. Kemi menduar diçka të bukur. Edhe për njerëzit që ju ndjekin, ju duan se e keni krijuar dhe ju target grupin tani, kështu që ju uroj shumë suksese. Andale!